Për shembull, duke u shtuar aspekti material, a shtohet dashnia mes anëtarëve të familjes apo shtohet fatkeqësisht ndarja dhe individualizmi, egoizmi? Në shumicën e rasteve dominon egoizmi. Dhe jo rastësisht edhe të natë ndërozër, domethënë si pasojë e dominimit të aspektit material në dëm të atij shpirtënor, po ankohemi se s'ka rahmet. No, fëmia s'ka rahmet ndaj prindit vet, ndoshta burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, vëllezërit mes veti, mes koqishëve, do ka u rahmetin. Ka u dëmshëria, është dobësu. Por shikoj Allahu xhallahu ka kurzu rahmetin e tij që njerëzit përfitojnë edhe ta gëzojnë jetën si duhet, atëherë kur din me i rendit sa si duhet. E din cilë është qëllimi edhe si të mjetet. Në momentet kur të ndërlozër përzihen e sapet dhe mjetet bëhen qëllime dhe qëllimet bëhen mjete, realisht ky kas e ngulfat jetën. Ky kas e bën jetën të vështirë, për shkak se tash realisht nuk janë gjërat vend vet. E kur gjërat tjera të lëvizin nga vendi vet, edhe njëri lëviz nga pozicioni i tij atë. E në momentin kur njëri nuk është i ulur në pozicion që Allah e ka vendosur, nuk ka mundësi u bërhat. Nuk ka mundësi u bërhat. Prandaj të ndërlozër, nëse për shembull çka do të qoftë njetë? Çka do të qoftë njetë, për shembull? Merre për shembull kerrë, telefonin apo. Nëse ai bëhet qëllim, kur njëri e bën, a përmbushet, a nin sukses? Jo aftë. Thot tash tjetër, do një me kuptuar se qëllimi që i ka s'po të përmbush. Nuk po të bën të lumtur, nga se po e shton lakminën më tepër. Jep me kuptuar se nuk ka qëllim ky, e ke huq, nuk do dash me mri këtu. Prandaj shpallja e suksesit para kohe të bën fort me u zhgënjë kur e kupton se skemria alo ku duhet apo. Skemria alo ku duhet. Prandaj të ndrozur Kurani na mëson se kur duhet më gëzu, edhe për çka duhet më gëzu. Cila është pjesa e rëndësishme e jetës? Pjesa e brendshme shpirtërore.